qenë mbi të gjitha. UÇK! Po! Shqiptarët tanë! Njani prej atyre që ishin pjesë e pandashme e grupit. Emrin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mos me u përmend e me u respektu me do. Zonja Zotrin! Ata janë liria e këtij popullit, liria e këtij vendi valla. Unë jam veteran vet. Na kemi luftuar në vend tonin, jo s'kena shku në Serbi me luftu. Ta kanë bo një diçka që se kanë bo tjertë. Kanë rreziku jetën e vetë, edhe ata nuk e meritojnë me qenë Hag. Hag e meritojnë pushtuesit, jo çlirimtarët. Me respekt të veçantë. Vetëm me fotografinë e duar dhe me heshtje në shtëpi. Punë pa të bërësijet, pa drejtësijet që ju ka po atyne, që ne kanë shpot pa vërësin, po gjithë pa fajshëm, i kanë dënuar politikisht, i kanë mojnë burg, që 5 vjetë burg, kjo është një katastrofë, këta kanë mujtë bëkon fajshëm të sotit për një mujtë ditë, jo 5 vjetë. Sepse, lëndohet drejtësia, lëndohet hapë në jorë, ditë dhe sakrifikojnë, hapë në jorë, ditë. Ishte Gjaku i herojve, ishte Qëndres. Ai dhe gjithë bashkëluftëtarët, anë e kërë kombit të Republikës Kosovës, ai figuron ende i zhdukur. Një hero që doli për liri e nuk u kthye më kur. Kërkojmë falje për luftën tonë. Kërkojmë drejtësi të drejtë. Kërkojmë Faleminderit shumë që jesh krenar gjithmonë me veprën e babës. E themi me plot zo, po, liria ka emër. sot është 18 shkurti. Kurime dita ishte luftë çlirimtare. Dhe kjo nuk mund të zhbëhet kur.